Presidenti i FIFA-s Gianni Infantino raportohet se po shqyrton mundësinë e shitjes së pjesëve të pronësisë së Kupës së Botës te investitor privat, një lëvizje që ka shkaktuar reagim të fortë nga UEFA. Sipas gazetës britanike The Times, në mesin e investitorëve të interesuar mund të jetë edhe Joshua Kushner, vëllai i dhëndrit të presidentit amerikan Donald Trump, Jared Kushner. Nëse marrëveshja do të realizohej, Infantino raportohet se mund të përfitonte $10 miliona. Kushner pritet të investojë përmes kompanisë së kapitalit sipërmarrës Thrive Capital, e cila do të merrte një pjesë në strukturën e re që do të menaxhonte disa nga asetet më të rëndësishme komerciale të FIFA-s. Sipas raportimeve, plani parashikon krijimin e një kompanie të re që do të kontrollonte aktivitetet tregtare të ekipeve kombëtare të meshkujve dhe femrave të FIFA-s, përfshirë Kupën e Botës dhe Kupën e Botës për klube. Të 211 federatat anëtare të FIFA-s do të merrnin gjithashtu një pjesë në këtë kompani, ndërsa FIFA do të ruante shumicën e pronësisë. Nëse projekti miratohet, Infantino raportohet se mund të drejtojë kompaninë në rolin e komisionerit pasi t'i përfundojë mandati si president i FIFA-s në vitin 2031. Sipas raportimeve, paga e tij mund të jetë në nivel të ngjashëm me atë të komisionerit të NFL-s Roger Goodell, i cili fiton rreth $64 milion në vit. FIFA në një reagim për mediat konfirmoi se po shqyrton projekte të reja për të rritur zhvillimin global të futbollit. FIFA është gjithmonë në kërkim të projekteve inovative që mund të nxisin zhvillimin e futbollit në të gjithë botën dhe është gjithmonë e hapur për të shqyrtuar propozime të reja. Ne po fillojmë një proces konsultimi. Sipas The Times, FIFA pritet të gjenerojë rreth $15 miliard të ardhura gjatë ciklit të Kupës së Botës 2022-2026, një shifër që e bën organizatën shumë tërheqëse për investitorët privat. Këta të fundit mund të kërkojnë zgjerimin e turneve ose organizimin e tyre më shpesh për të rritur fitimet. UEFA kundër planit të Infantinos. Futbolli nuk është një aset për të shitur. Plani i mundshëm i FIFA-s ka shkaktuar kundërshtim të fortë nga UEFA, e cila reagoi me një deklaratë të ashpër duke paralajmëruar se një hap i tillë kalon një kufi që institucionet drejtuese të futbollit nuk duhet ta kalojnë. Në deklaratën e saj UEFA tha, kjo kalon një vit që institucionet drejtuese të futbollit nuk duhet ta kalojnë kurrë. UEFA e merr këtë çështje jashtëzakonisht seriozisht. Organizata Evropiane shtoi se në të njëjtin shqetësim duhet të kenë edhe federatat kombëtare, klubet, ligat, lojtarët, tifozët dhe qeveritë. Edhe çdo federatë kombëtare duhet të marrë seriozisht këtë gjë, po ashtu çdo palë interesuar, ligat, klubet, lojtarët, tifozët, qeveritë dhe të gjithë ata që kujdesen për të ardhmen e lojës. Kritika kryesore e UEFA-s lidhet me mungesën e transparencës dhe frikën se futbolli mund të trajtohet si një aset financiar në duart e investitorëve privat. Shpirti dhe qeverisja e futbollit nuk janë asete për t'u tregtuar, veçanërisht pa transparencë se kush përfiton financiarisht. Askush prej nesh nuk është pronar i futbollit. Futbolli nuk është i FIFA-s për t'u shitur. Kjo nuk është hera e parë që Infantino tenton të sjellë investitor privat në futboll. Në vitin 2018, presidenti i FIFA-s diskutoi një marrëveshje prej rreth $25 miliard me bankën japoneze SoftBank dhe Fondin Sovran të Arabisë Saudite për krijimin e kompeticioneve të reja ndërkombëtare, por projekti dështoi për shkak të mungesës së mbështetjes. Infantino ka diskutuar gjithashtu ide të tjera përfshirë krijimin e një platforme transmetimi të FIFA-s, por edhe kjo nismë nuk u realizua. Presidenti i FIFA-s, i cili është në detyrë që prej vitit 2016 aktualisht është në mandatin e tretë dhe mund të qëndrojë në krye të organizatës deri në vitin 2031. Ai gjithashtu ka sinjalizuar se mund të kërkojë një mandat të katërt në zgjedhjet e vitit 2027.